Ariel Tejada, grimieri i famshëm i yjeve botërore si Kim Kardashian, Kylie Jenner dhe të tjerë anëtarë të klanit Kardashian-Jenner, ka ndarë së fundmi me ndjekësin e tij në TikTok një moment të veçantë. Në një video të publikuar në profilin e tij, Tejada shfaqet duke shijuar një byrek tradicional shqiptar të përgatitur nga këngëtarja e njohur Albëria Adërgjonaj. Bëhet fjalë për një byrek me mish dhe spinaq, që sipas reagimit të Tejadës ishte shumë i shijshëm. Më lejoni t'ju tregoj byrekun më të mirë shqiptar, ka shkruar ai sipër videos. Pamjet u bën virale brenda pak orësh, duke marrë mira pëlqime, shpërndarje dhe komente nga ndjekësit shqiptar. Ky moment i thjeshtë por i ngrohtë ka shërbyer si një dritare për promovimin e traditës shqiptare në arenën ndërkombëtare, duke treguar edhe një herë se kuzhina jon ka potencial të madh për t'u vlerësuar globalisht, sidomos kur përgatitet me dashuri dhe shpërndahet përmes emrave me ndikim. Ariel duhet theksuar se ka një marrëdhënie të ngushtë me vajzën e Albëries, Angelinën, ku edhe jetojnë prej shumë vitesh së bashku në Amerikë. Grimieri i njohur në vitin 2017 qëndroi edhe disa ditë në Shqipëri, me që rast dha dhe një intervistë ku rrëfeu ekskluzivisht se si ka qenë rrugëtimi i tij drejt famës dhe detajet e saj. Deri në moshën 10 vjeçare kam qenë i fokusuar në muzikë, por kam qenë i tërhequr nga e bukura gjithmonë, që kur shija maman teksa vendoste buzëkuqin, më vonë nisa t'i dedikohem bukurisë dhe nisa si fillim ta aplikoja grimin te kushërirat e mia. Nuk kam qenë i mirë në fillim, por unë kam besim shumë të madh të jap 100% për atë që dua të arrij, tha Tejada asaj kohe. Ai e pranon se takimi që e bëri të njohur ishte ai me Kylie Jenner dhe është një nga kujtimet më të bukura të jetës së tij. Unë isha në New York dhe më erdhi një mesazh nga Kylie. Unë nuk e besova si fillim. Ajo më kërkonte se nëse më binte rruga në Los Angeles, donte të më takonte. Unë e bleva menjëherë biletën, shkova dhe i bëra make-upin dhe që atëherë ne punojmë së bashku, rrëfeu ai. Sa i takon make-upit të vajzave shqiptare, Ariel u shpreh: "Nëse duhet të jemi sinqertë, shumë vajza kanë fytyrë të bukur, por vendosin shumë make-up, jo për sasinë, por për kompozimin e pamjes. Nëse ka shumë tek pjesa e buzëve, të gjitha bashkohen së bashku dhe grimi bëhet shumë i rënduar", u shpreh ai.